Një 25 vjeçar përfundoi në prangat e policisë kufitare në Muriçan pasi u kap duke drejtuar automjetin në efektin e lëndëve narkotike, ndërsa gjithashtu posedonte një sasi kokaine. Si rezultati i kontrolleve dhe verifikimeve që po kryen me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, shërbimet e policisë kufitare në Muriçan arrestuan 25 vjeçarin Kentian Bardhi, banues në Tiranë. Në dalje të Republikës së Shqipërisë, automjeti i tij u ndalua për kontroll, pasi ky shtetas dyshoi se ishte në efektin e lëndëve narkotike, po gjatë kontrollit 25 vjeçarit ju gjet edhe një sasi kokainë. Lënda narkotike dhe automjeti u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa dosja hetimore i ka kaluar prokurorisë për veprën penale të trafikimit të narkotikëve dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt. Në 24 orët e fundit, po në Muriçan shërbimet kufitare ndaluan një 58 vjeçare, pasi gjykata e shkallës së parë në Tiranë ka dënuar me 4 muaj burg për veprën penale të vjedhjes. Veprimet e tjera do të kryhen nga drejtoria vendore e policisë në Tiranë. Ndërkohë janë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 41 vjeçar irakian për veprën penale të kalimit paligjshëm të kufirit. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan një 62 vjeçar për veprën penale të mashtrimit pasi është kallëzuar nga një 60 vjeçar se ky shtetasi ka marrë një shumë parash duke e mashtruar se do ta ndihmonte për një proces legalizimi. Qarkullimi rrugor procedoi një 52 vjeçar banues në Vukatan dhe një 68 vjeçar banues në Shelqet pasi u kapen duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi, ndërsa një 73 vjeçar pasi në fshatin Hoten Vaudejes duke drejtuar motomjetin nën efektin e alkoolit ka humbur kontrollin dhe përpasoj është dëmtuar. Ai ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Në Shkodër specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 75 vjeçar pasi është konfliktuar me të vëllain për motive të dobta. Për të gjitha këto raste materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.